Çfarë debati ke? Dashura e Klodit, bro. A? Femën Klodit u fol prap para mendoj. Kush? Kras ta Luda? respektojnë. A notja? Jo, ma boni mu, tha nëse femna jote, këta pe marrin tash nëse femna jote, po femna me mashkullin dallën, edhe lidhja që ti e kimi qatë person dallën. Normalisht. Nëse femna jote bën flirt me dikën, se këta dja pardjet se a o flirti për ty tradhti. Po, nëse për shembull ti e nxan femnën tonë të po flirt me dikën, nashta nuk shkon deri te çfarë pikë, po unë e kisha marrë shumë rën, edhe i shkon ashta një diskutim shumë i thellë që kish mujtë me shku tani flirt të burra, po den. Po. Edhe po. Do me thonë, jo, që shemeshin që shbeja bëjke. Me një farë mënyrë më nëshin me qitë Klodin kishe që e ka tralltu femnën e vetë me Elionën, se flirti ke trallti. Apo den. Po ta na theshin ja bëshin Klodin qysh kishe reagu nëse femna jote i shkon këtë. Po nuk është femna ti edhe mos e bëni kitë krahasim. E ti qysh kishe reagu, një thash edhe pse na loje se kisha prit mirë vlla. A den me të bo femna flirt me një reality tillë me dikën tjetër. Po, Klodi me Elionën, qëre, dytë e kanë ditë që shënë situata. Dytë e kanë ditë që shënë situata. Eli e ka ditë që Klodi është në lidhje, Klodi e ka ditë që është në lidhje për veti normal, edhe pse ja ka shpejt që s'ka, hapësirë për keq kuptime kanë lënë dytë. Si Klodi, si Eliona. Do me thonë, nëse senet kanë ardhë dhe në qitë pi, kanë ardhë për dyve. As ma pak s'ka faj tjetëri, as ma shumë. Apo kuptan? Edhe pse këta për shembull na shumicën e sanave din që janë, që jo më keq kuptu, të kur shish çato klipe çka, shoqni. Çato lafe, tash do të them se s'm thami me gjesti muaj, a din ato do të thon fix lafe dy personave që sonë shprehin, e kanë atë farë pse s'm thaj, jo pse s'm thaj. E çe kjo ti njerëzit tona. Po që Eliona ka pëlqim për Klodin ajo. S'diskutohet. Shpreh jo vëlla, a din simpati, hiç ka pëlqim vëlla. Ka pëlqim. Ka pëlqim. Bro, se tash këto janë ndjenja atje edhe pse Eli e din që është e kështu, monot me stupu vetin e tash krejt. Zamra s'dë vetë. Pse e kuptoj edhe Elin, se pa lidhje që pa përmeni mushën, po tash ti të vetën ti që ki marrë shumë sene si 18 vjeçar. Ti tash me menu për çka ki vuj ku ki pas 18 vjet kesh. Apo den, janë sene po për momentin kjo është e përjetu që të sene dhe s'është as e lehtë për këto. Edhe pse nashta një shumë e qetë që për shembull e ka një qatë mesazh edhe se ka keq kuptuar femna e Klodit që raportin me Elionën e kështu. Po, Unë më shumë për ty janë tut. Ja, bro, ja, kuptoj këtë me bro, a den, e kuptoj, plus momentin që se nga met, këta t'jashti, po këta janë me një mentalitet tjetër, vlla, edhe momentin që këta për shembull e dinë që janë me një format tim. Këtu janë lojo kushtem. Këtu janë lojo edhe në përshtatën të për fillimit. Shumë sene nuk besoj. Jenë lojo, vlla, jenë lojo, tashti. Unë, me ty, mune me njës që tash një debat, me ftyra super qarta, me super ofendime, edhe në fund, me janis me kesh si budal. E të se dje që, apo den, e të se dje që se bojnë ashtu edhe tjerë që të sen. Bro, këtu, jena me një loj. Jena me një loj. Bro, këtë sene janë, s'den qa realitet, s'den qa është, se den, si shoqënia si kretë, këtë sene dëshmojnë jashtë, valla, apo den, a ki pas, e të se dje përfundon dikush për shembull, hajde, për shembull, ti me Benitën përfundon një jashtë, nashta, bashkë. Edhe pse nashta qëtoj një kont të mytë me një tjetrin, ju mora vetë si shembull, apo den, sene të real që e më konë real, me si më dëshmoj jashtë. Jo këto brud ndrënë situata për një ditë, të përgjysore. Ama apet jena dëshmitar të këgja dhe rasteve që prej reality show, Big Brother fix, jënë dollë qifte, Me fëmijë janë tash. fëmije, abeden. Kështu që jo gjithë shka do të mu marë si loj ose mu konsideru loj. A ki drejti me gjyku ose me thonë e ki loj se ki loj, po
Edhe ki drejt me mojt deri në fundi mendim nëse del një qift shtu super i dashurum, deri dali ki drejt mi thonë që e keni Bro, loj. ai ka pas edhe formate që janë bo fix për dashni, që kanë dalë qifte, që masi u kryp i din te që shën konsenet. U pat trazu një Kosovë shqipni. Sa e konë fillimi ati në senën si kem ditë fakt që shkon në bota televizive në staf apo den. Po, këto vëlla, që ma boni edhe dini, ti thu që e ki shumë shok në gosh lodin, po 100% nuk i be. Falë qysh. Normal këtë sa na e kena thonë për fillimit, si bro, mi besu, unë edhe jashtë e kam problem ju besu njerëzve. Mi besu ti si beson kur kuj këto. Hiq. I beson, se mos me, apo dim po blindly, me symë shela, as ti mua sën ty valoj. Se jena me loj, pa mërë parasysh dashnia që e kem për një tjetrin si njerëz, respekti, lidhja, tëna këtu sene. Mërë të e po të rastin dje, me profën edhe me Edin, do me thonë tëna trapër, tëna... Ta shtile ka të sillë që ra profa, personi që o konë kote fundit maj afer ti Edit edhe ja pa sherin Edi. Tash na krejt dim që Edi nuk ka bo mirë që i ka thonë që ato fjallë, po e dim edhe natyren e Edit. Edhe e dim edhe tendencën e profës. Ma hangsh zemrën, profa arshet me qëtë fjallë, shpesh. Tash që as profa nuk besoj që e ka bo me tendencë me nxerr nga vete, me nxerr jashtë vetes, këtë sajnë e këmë thonë, nuk e ka bo. Po profa që ja ka pas friken, edhe që i ka ne apër fix për qatë dit, do me thonë, nashta mos me arë që ajo dit. Po, e fix. Do me thonë, profa i ka nejt Edit offer që fix mos me arë që ajo dit. Edhe nashta, edhe në shumë situata dhe i kam biblersu për shumë sene që i ka thonë, veç për me marrë nga vetit e mos me u konë, do me thonë Edi kundrejt profe, se krejt grupi që rrim me, që ka nejt me Edin, ja kam pas friken. Krejt. Se krejt e kanë ditë ku të Edi për shembull që shreagon apo den. Ti me Edi nuk i mujtë mu ka këtë. Se ta kam shelë dhe ka thonë, rri qështu qaj qetri edhe nuk bëj debate koti o vla. E ka pengu qaj sen, edhe nuk e tha, e mërë mendimin, a din qka qyshtek, edhe thjesht o vla e dim ku jem, ka gabu tepër që për shembull, problemi o ku me publikun, unë menaj. A din, na në momentin që i disrespektojna ata që na mojnë qëtu vla, ata që për cilë, do me thonë, për ata jem qëto, vla. Edhe ti, një disrespektu për shembull në qatë formë, dhe pse i ka dalë në afekt, apo din, edhe e ka thonë, a di që ka thonë aja sen? Aja ka thonë, aja që ashtu dalë, po, kishe, kur më ofendon mu dikush, nuk i marë parasysh mu absolut, kur mi thët mu dikush që të fjallë, nuk i marë mu parasysh kur gjo po u shprej, keq, shumë keq u shprej. Se për shembull, aja ka mujt me gjetë një momentin që mu më ofendon diçka, për mu s'ka të bëj fama, nuk ka të bëj bigo as kur gjo, kur mi kalën limitet dikush, parimet, edhe se dikush nuk janin. Tash e kena edhe notin që nuk janin për fytyr as edhe një pik, edhe nuk janin për shembull se fjallë që i ka thonë ai vllaunës, se di. Çka? Për çfarë çmimi? Ofendimet, sene që i ka thonë ai për çfarë çmimi? Për çfarë çmimi? Cili çmim ti pagun? As vaj, gare. Ofendimet që i ka thonë, që i ka bo noti e kështu, s'janë krejt njerës njerët, për qëta Big Brother është i kryum me loj, me laramani karakteresh. Po është bre paka shumë mirë, po sikur jashtë. Që të bjenë me gjithë shka, edhe tani te e vendos me këndo me najt, me ka një grup. Pikujna zgjedh mu ofendu. Po. Ajna njerës, do me thonë veç për faktin që kena zgjedh se cilë me kohë tyra publike, na e kena përqafu në një mënyrë ose tjetërën që jena njerëz që kena mas shumë të ofendime, kërsnime, muhabete, apëten.
që do me thonë foljet bro, ti folin pa fol t'i sen. Adin, janë sene që fix shumë mire the, momentin që ti e zgjedh këtë rrugë, du të mu përgadit psiqikisht me lloj situate, do me thonë. Ti du të me konë gjendje me përbi shumë qka. Se ti ti edhe shpjegimin se marin, apo den. Ki keq kuptime, ki akuza, ki lloj tripave vlla. Edhe është fakt që për çfarë arsye jo këtë njerëz e përballojnë njëjt. Por mja nisen kemë në lapit e dëllë që shrina që një avë dit. E një valafin, E një. Po, tash ti që shkoj jedi e ka jafro është dëllëqës. Mu për qëta, fix për qëtë sen, mu për shamu nuk e më pat pëlqy profa. Të e pas parasysh raportin që unë e kom pa me Dolçen, kërë dal klipi Bia Edi, lëndrim Dolçe, edhe kërë Edi du me thonë tha që mu ka duk që apërsia jote me Dolçen u bo për me mështim muni nata, adin e kësi tripave, profa shkej do thonë fix, bravo, qashtu është. E tëna jo ti, jone jom neutra, jo ti e ka pajtosh me një sen ku, sidomos raporti jam me Dolçen nuk koni njajt për fillimit, vëlla. Raporti jam me Dolçen nuk koni njajt për fillimit, edhe ti, si person që edhe në qatu fillime je kon afër me neve, i ki pas senen, po zgjedh me jep kaje tjetër një situatës që nashta ti je i pari që edhin që shokon. Një prej parve. E tëna jo neutral, jo s'foli mas shpine, shtu e patëm një lap. Ti jo që foli mas shpine, po ti zdi. Ti veç mas shpine foli. Edhe u qu, jo po shkoj me hongër buk, do me thonë, mos fëllën mu për kësit jam. E të në theke në tavolin, për çka mu përzijune, për çka mu kapën e këto. Okej, kur për bëj një laf direkt me ty, një debat direkt me ty për çështjen tone, pse, se na për ty po folim, pse po zgjedh me evitu, e jo mu përball, e të në aty thu për çfarë temave, a e bënim një temë për ty, zgjedhe, fale, hajde, zbërthej, ti shkembejmë do mendimet që i kena, pse po zgjedh me evitu? Apo të pengon realiteti, apo thjesht si e i gatshëm me debatu. Shtash po mdo këtu metas me sheras me barelje. Se kur e thash prof, ama mirë me neva me ata. Bro, tash, Në ta o lo qka jam në ju du ju. Unë jam neutral, e ti din që në spërzina, po për shta, jo bre, jo, hec. Bari, nuk po hajmë. Ja qaj alkohol në form, qaj e tema që u bo dje, për pra në Samis, jam boti. Kush? Për qaj temën që është seksualiteti, kështu që tham, për shamë bro, është e kod këto. A din kjo lidhet edhe për qata që e the, momentin që ti zgjedh në koni këtyr publike, do të mi përqafu të krejt. Ta shty për shamë, me qatë veshje. Më qu bro dhe me fol. Jo, kështu ashtu. Ta është bojë miral. Ej, nuk është e vërtet. Edhe ja e lobit ke fordje, mas i fëllëm për që tem gata, mu që me hekla qëta grem. Toft është bo shumë. Në këto sene janë kohë gjitha, mo për faktin që une ka njerë zgjedhe dhe mos mu përfshi njëri këto janë da akuza të fëmijëve
të shkollës fillore. Do me thonë, edhe me të po të nejt me femnat, është veç llogarit e kushve, me po të nejt me femnat, thojnë ti e Femën. femën. Po, me mu